Motër, martohu me këtë djalë. Nëse ta kërkon dorën një djalë i cili ka moral dhe ka fe, martoje. Nëse ta kërkon dorën një djalë i cili me nënën dhe me motrën e vet sillet si me mbretëresha, martoje. Nëse ta kërkon dorën një djalë i cili me të miturin sillet si të jetë babai i tij, martoje. Nëse ta kërkon dorën një djalë që e fal namazin nga frika e llogarisë para Allahut, e jo nga frika e njerëzve apo nga humbja e reputacionit, martoje. Nëse ta kërkon dorën një djalë i cili e do mbulesën tënde dhe është i kënaqur të ketë për grua, para se të sheh të zbukuruar me kozmetik, martoje. Nëse ta kërkon dorën një djalë i cili e do namazin e natës, martoje. Nëse ta kërkon dorën një djalë i cili qanë se një fëmijë mbetet jetim, martoje. Nëse ta kërkon dorën një djalë i cili pikëllohet për gjendjen e muslimanëve, martoje.